Në rrjetet sociale qarkullojnë shumë batuta për shqiptarët. E një prej tyre është se kur nuk e din diçka, japin mësim. Kjo mund ta ketë ndonjë të vërtetën e saj. Por historitë që do të tregojmë sot lidhen me atë që din të bëjnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Mënyrën se si vjedhin. Do të shkojmë në arrestimin më briljant në Durrës. Kishte hapur një dyqan për kopje çelësash dhe më pas vidhte gjithë klientët e tij. E jashtëzakonshme. Ai ka gjetur mënyrën më të jashtëzakonshme për të vjedhur, edhe pse nuk ushtron zanatin e bravandrejsit. I bën llogarit mirë, dikush do t'i trokas në dyqan për të rregulluar bravën, dhe gjen një prej tyre, e për ta vjedhur sistematikisht. Një shtetase me banim në Arapaj të Durrësit. Vetëm bizhut ishin të një vlere 16.000 euro, ndërsa disa herë kishte vjedhur edhe para kesh. Nuk e kishte të vështirë, ai kishte çelsin, vidhte pa thyer dhe pa në ngjurmë. Ndaj dhe policia fillimisht dyshonte se ishte ndonjë afërm që e bënte një gjë të tillë. 56 vjeçari ishte me precedent kriminal të mëparshëm, por kur kush nuk e kishte pyetur ndonjëherë se si e kishte gjetur zanatin e bravandrejsit. Mënyra e vjedhjes ishte brillante derisa policia arriti të nuhaste në një moment se mund të ishte pikërisht ai. Kur i bëri kontroll në banesë, i gjeti të gjithë sasinë e vjedhur, por edhe çelësat e apartamentit të saj. Çështja është se policia nuk i gjeti ndonjë kopje çelësi tjetër. Aty kuptoi se njeriu që kishte arrestuar për të mos rënë në sy nuk vidhte në të njëjtën kohë shumë banesa. Ai pikaste vetëm një prej tyre. Ishte i tjetër lloj forme. Në mënyrën e tij ai binte në sy. Mbase në një tjetër hulumtim, në ndonjë tjetër vend të botës, mund të mos i shkonte në mendje një gjë e tillë. Por siç do të shpjegoj më vonë, kjo ka ndodhur shpesh në Shqipëri. Vidhja tjetër çelësin dhe bëj kopje, dhe vidhe shumë kohë më vonë nga kjo histori. Aq sa në Shqipëri jemi në pikën, nëse u mbet çelësin, ndro bravën më mirë, jo kopjen e çelësit. E do të mbetemi tek historitë me vjedhje çelësash. Pak muaj më parë në Tiranë u arrestua një person i cili vidhte automjete. Ai kishte tjetër mënyrë. I merrte në fillim me qera, kopjonte çelësat dhe i vidhte ato 6 muaj ose 1 vit më vonë. Edhe ky kishte gjetur një mënyrë brillante për të vjedhur. Në një moment bëri të vetmin gabim, prandaj dhe u arrestua. Kurse ky që shihni në ekran ka master vetëm për mënyrën se si e ka menduar vjedhjen. Është edhe i duruar, nuk përfiton menjëherë. Gabimin e parë bëri duke e kapur kamera e sigurisë dhe u arrestua. Arrestimi ndodhi pak kohë më parë në Tiranë. Merrte fillimisht makina me qera në kryeqytet dhe ishte i rregullt me dorëzimin dhe me pagesat. Gjatë kohës që i merrte me qera bënte edhe një kopje të këtyre çelësave. I jashtëzakonshëm. Nuk ndalonte këtu, por kishte hapur edhe një servis për ndrimin e pjesëve të automjeteve në fshatin Gjoric në Bulqiz. Aty punonte si mekanik dhe u ndronte pjesët makinave. Zakonisht vidhte automjet tip Golf, një automjet më i përhapur në Shqipëri, duke qenë se edhe harxhon më pak karburant dhe është e lakmuar nga drejtuesit e automjeteve në Shqipëri. Nuk kishte për tu kapur, por u kuptua menjëherë nga kamerat e një parkingu në Tiranë se nuk kishte thyerje me forcë, por kishte çelësat e automjetit që volli. Në këtë moment policisi shkoi në mendje që të kontrollonte se kush kishte marrë më parë me qera ata automjet në bazë edhe të dokumentacionit që kishte firma. Gjurmët e çuan tek një 42 vjeçar nga Bulqiza, i cili e kishte bërë prej kohësh rrugë të formë, por ndryshonte firmat që të mos binte në sy. Ditën që policia e ndoqi, i gjeti veshjen dhe automjetin me cilin kishte lëvizur po ditën që kishte kryer vjedhjen. Automjetin e vjedhur, si dhe pjesë motorike e automjetesh të tjera, të cilat ishin të vjedhura më parë. Ditën që u arrestua, vjedhjen e kishte bërë në rrugën Mikel Maruli, në lagjën Astir në Tiranë, dhe destinacioni përfundimtar ishte servisi i tij Gjoric Bulqiz. Më pas policia doli në përfundim se po vitin e kaluar kishte vjedhur edhe disa automjete të tjera në këtë lloj forme. Asnjëherë nuk u gjet sasia e plotë e vjedhjeve të tij. Po pse ndodh kjo? Dhe si i toleron shteti pikërisht persona të tillë?
Sepse në Shqipëri mund të hapësh një dyqan celulari për riparimet e tyre, pa qenë kur ndonjëherë një inxhinier elektronik. Në Shqipëri mund të marrësh një dyqan për kopje çelësash, pa patur kur ndonjë certifikat sigurie. E kështu me radhë. Pikërisht këtu bien dakord në pjesën se shqiptarët atë që nuk din, atë e kanë profesion. Por toleranca e autoriteteve shtetërore bën që të shkaktohen dëme për të gjithë ata që duan të marrin një shërbim. Këtu dalim në pikën që në Shqipëri, kur nuk e di një profesion, e ushtron atë, pasi bota po shkon drejt automatizimit gjithçka. Dhe të rregullosh një brav ose të kopjosh një çelës nuk do ndonjë arsim të veçantë. Por bota e ka rregulluar ndryshe, me regjistrim. Në pjesën më të madhe të vendeve të Europës, dyqanet që prodhojnë kopje çelësash zakonisht janë të regjistruara dhe ndjekin rregullore specifike për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Këto rregulla shpesh përfshin mbajtjen e regjistrave të klientëve dhe në disa raste kërkesa të posaçme për prodhimin e kopjeve të çelësave të sigurisë së lartë, siç janë çelësat e automjeteve apo çelësat e shtëpive. Në Gjermani, Franca apo Angli ka rregullore strikte që kërkojnë që dyqanet të regjistrohen dhe t'i përmbahen ligjeve të posaçme për të garantuar kopjet e çelësave që prodhohen në mënyrë të sigurt dhe të përgjegjshme. Ndërkohë, si Shqipëria gjen vende kudo në botë, por jo në Bashkimin Evropian, që ose ka rregulla më pak strikte ose nuk ka rregulla fare. Pikërisht në vendet ku këto rregulla janë më pak të ashpra, zakonisht ka një kërkesë minimale për regjistrimin e biznesit dhe respektimin e ligjeve të përgjithshme të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Shqipëria është tipikisht një rast specifik në këtë drejtim, por nëse është teje strikt me biznesin, i cili duhet të jetë patjetër i regjistruar, çdo vend në botë është dhe bëhet tolerant me bravandrejsin si person fizik. Pra bravandrejsit ose specialistit që ofron shërbim për hapje dhe riparimin e bravave duhet të kenë një lloj licence ose certifikate për të ushtruar këtë profesion. Por jo domosdoshmërisht. Shteti nuk është se kërkon licencë të posaçme ose ka vënë rregulla strikte për një gjë të tillë, sepse ai ka vënë tek biznesi. Por ka vende si Anglia që të gjesh gjithmonë një punë nëse ke profesion, duhet të antarësohesh në shoqatën e bravandrejsve. Kjo rrit besueshmërinë ndaj klientëve. Ndryshe ndodh në Itali. Në disa rajone, bravandrejsit duhet kenë patjetër licencë shtetërore dhe një certifikat sigurie. Në Shqipëri të gjithë i buzëqeshin të parit që ofron këtë shërbim. Por ka edhe më. Në Shqipëri të kërkojnë një dokument identifikimi për çdo veprim dhe shërbim sa do të vogël që do bësh. Aty ku nuk të kërkojnë fare, është kopja e çelësave. Pastaj, të gjithë thonë, sy hyri hajduti dhe mvodhi. Është e thjeshtë. Nëse shteti do të vendoste rregullat e një dokumenti identifikimi në prodhimin e çelësit, askush nuk do guxonte që të bënte një kopje të tillë. Është e vërtetë që hajduti do të gjejë një formë tjetër, sepse mbetet hajdut, por e rëndësishme është ta luftosh atë. Duket sikur hajdutët në Tiranë çdo muaj marrin leksione të reja. Por rastet që përmendëm nuk janë të vetme. Kjo është një histori që po ndodh gjithmonë e më shpesh në Shqipëri dhe janë të shumta. Shtatori këtij viti, në një operacion të koduar kopja, policia e Durrësit arrestoi një sanitare dhe një nga vëllezërit e saj për një vjedhje të organizuar në një banesë private, ndërsa një tjetër është në kërkim. Hetimet zbuluan se 33 vjeçaria kishte përfituar nga fakti që ishte sanitare në shtëpinë e një qytetari për të siguruar kopjet çelësave. Më pas ajo dorëzoi 2 vëllezërve të cilët kryen vjedhjen. Mekanizmi i veprimit të tyre u zbulua përmes kthyrjes së kamerave të sigurisë dhe veprimeve të tjera proaktive të policisë. Kur i bëni kontrollin e banesës, policia sekuestroi një unaz, një varse floriri dhe një shumë parash gjatë kontrollit të banesave të vllajt pastrueses, ndërsa vllai tjetër i dyshuar u shpall në kërkim. Në Durrës kanë ndodhur shpesh këto lloj vjedhjesh, por ka edhe një dëshirë dhe mas intensive të policisë për të luftuar vjedhjet në qytet dhe për të çmontuar mekanizmat kriminal që kërcënojnë sigurinë e pronave private. Po në Durrës, gusht 2023,
Në një operacion suksesshëm të koduar pikërisht Chelsea, policia arreston një 32 vjeçar, i dyshuar për një sër vjedhjesh dhe tentativash për të vjedhur në banesa të ndryshme të qytetit. Pas 3 muajve hetimeve mbi denoncimet e qytetarëve, specialistët për hetimin e krimeve arritën ta identifikojnë dhe kapin autorin. Pas përpunimit të dhënave, doli në përfundim se gjatë periudhës qershor gusht 2023 kishte kryer 8 vjedhje dhe kishte tentuar 6 të tjera, duke përfituar nga pamundësia e sistemit të sigurisë në shumë banesa. Kishte kopje Chelsash për gjitha banesat. Policia i sekuestroi një sër sendesh të vjedhura, përfshirë 25 ora, 5 celular dhe bizhuteri. Policia nuk doli në përfundim se a i identifikoi të gjitha vjedhjet e tij apo jo. Edhe ky tjetri, operacioni i koduar po Chelsea, por këtë radhë në Tiranë. Vjedhësi kishte kopje Chelsash për çdo banesë që volli. Asnjëherë s'u kuptua si i gjeti Chelsat, ndërsa vetë ai përpiqej të shmangej kamerave të sigurisë. Policia e Tiranës, ndërsa finalizoi këtë operacion, tha se ishte një goditje e mirë aso kohë në luftën kundër krimit të pronës. Në qendër të operacionit ishte një 21 vjeçar i vetëm i arrestuar nën akuzën se kishte kryer vjedhje në 8 banesa, duke përdorur metoda të sofistikuara për të arritur qëllimet e tij. Përmes një hetimi të detajuar, komisariati 2 zbuloi se 21 vjeçari ishte përdorur pajisje speciale për të kopjuar Chelsat e banesave dhe ishte në gjendje të shmangte kamerat e sigurisë duke hyrë pa shkaktuar dëmtime në këto shtëpi. Kjo veprimtari e bëri atë një kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve. Gjatë operacionit, policia sekuestroi një sër sendesh me vlerë përfshirë televizor, laptop, ordoret markave të njohura, si dhe sasitë konsiderueshme parash, që përfshinin 3 milion lekë të rinj, 6.400 euro, $276 dhe 490 pound. Se si i kopjoi Chelsat, askush nuk doli në këtë përfundim. Mirë po, përveç vjedhjes monetare, përveç dëmit financiar që i shkakton një shqiptari kur e vjedh, problemin më të madh ai e ka gjithmonë në dëmin dhe traumën psiqike që i lë shija e një vjedhje. Shumë prej tyre për vite me radhë nuk e harrojnë dot që dikush i është futur në apartament dhe e ka vjedhur. Por cili është problemi më i madh tek njeriu kur i vidhet diçka personale dhe sidomos shtëpia e tij? Gjithçka ka lidhje me identitetin personal. Shtëpia për një shqiptar më së shumti është një vend që përfaqëson identitetin, kujtimet dhe historinë e tij. Pjesa më e madhe e jetës dhe e përvojës e hidhur apo e lumtur në jetë lidhet me apartamentin ose banesën ku është, sidomos në Shqipëri, ku ai është i përjetshëm. Kur dikujt i vidhet shtëpia, ndjen se dikush i ka goditur pjesën më të rëndësishme në jetë. Shtëpia për shqiptarët ofron një ndjenjë sigurie dhe stabiliteti. Kur ajo vidhet, individi ndjen një humbje të kësaj sigurie, duke bërë atë të ndihet i pambrojtur dhe i frikësuar, dhe kjo i shkakton një ankth dhe frikë për të ardhmen. Zakonisht, një hajdut vjedh sendet me vlerë, të cilat për njeriu nuk kanë vetëm një vlerë financiare, por edhe të ekzistencës së tij, një kujtim të rëndësishëm në jetë. Mund të jetë një unaz martese, një bizhu e trashëgueshme, çdo lloj sendi që të lidh me kujtimin që ti nuk do ta largosh në jetë asnjëherë. Një send me vlerë përfaqëson një simbol të suksesit apo dështimit në jetë, të dhimbjes ose të dashurisë, por për njeriu është e rëndësishme ta ketë në çdo lloj forme. Dhe ku pa e kuptuar një njeri goditet më fort kur i vjedhin dhe ndihet i poshtruar se nuk ka mundur dot ta ruaj. Kjo ndikon më pas në vetë vlerësimin e tij që i sjell një ndjenjë faji. Edhe pse psikologët më të mirë në botë thonë se dëmtimi emocional dhe psikologjik që vjen si pasojë e një vjedhje mund të ketë ndikim afatgjat tek njerëzit. Ndikimet psikologjike mund të çojnë në forma të ndryshme të traumës që në fakt në Shqipëri askush nuk i kuron si të tilla. Prandaj në çdo kuptim, vjedhja e një shtëpie ka pasoja më të thella se ato financiare, duke theksuar rëndësinë emocionale dhe psikologjike të apartamentit ku jeton. Dikur të moçmit në Shqipëri, ku nuk ekzistonin psikologët, përpiqeshin ta trajtonin vetëm me një shprehje. Çdo hajduti që ta harrosh, mund t'i thuash pas dorën e mbar, me iden që vjedhja rikuperohet. Shpeshherë i quajmë skiftera. E kur i shohim në për parodi,
e kur I shohim në për batuta, të gjithë kemi shumë dëshirë t'i dëgjojmë, t'i lexojmë, të argëtohemi. E kur na ndodhi ne, aty fillojmë dhe acarohemi, agravohemi. Çfarë është fjala çelës në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe? Objekti fizik. Çelësi është një instrument që përdoret për të hapur ose mbyllur dyer, apo ndonjë mjet tjetër që ka një mekanizëm mbylljeje. Kuptimi gjuhësor. Çelësi është një mjet I metalt për të hapur apo për të mbyllur një brav ose dry. Hapës, brav, çelës kopil, çelës që hap disa brava ose dryna, I vë çelësin e mbyll. Në simbolik. Në një kuptim më simbolik, çelësi mund të nënkuptojë diçka që hap mundësi ose zgjidhje, siç është një ide ose një informacion që sjell ndihmë për zgjidhur një problem. Teknologji. Ndërsa në kontekstin e teknologjisë, çelësi mund të referohet në një fjalë kalim që përdoret për të hyrë në një sistem ose një aplikacion. Çfarë është në të vërtetë për shqiptarët dhe si e keq trajtojnë ata? Çfarë është në të vërtetë për shqiptarët dhe si e keq trajtojnë ata? Një gjë, një send me kaq shumë vlerë. Një shqiptar nuk e trajton asnjëherë mirë çelësin e tij. E haron kudo, e humb, sepse në mentalitetin e tij shtëpia është pronë që nuk mund të zhvendoset dhe nëse dikush I vjedh çelësin, mund t'i marrë sende, por jo apartamentin. Aq më keq trajton një çelës automjeti. E lë në çdo parking të mundshëm te roja. E lë në çdo lavazh të mundshëm tek lavazhieri, pa patur kur fare hezitimi, por pa e ditur se po I jep mundësinë dikujt që t'i bëjë një dëm në të ardhmen. Aq shpejt I besohet në Shqipëri çelësi dikujt sa nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Në çdo lavazh në botë pret në radhë. I hipur në automjet, vetëm në Shqipëri e lë dhe ikën për kafe. Shkojmë në Itali, atje ku shqiptarët ja kanë vënë prej vitesh e vitesh me radhë syrin të pasurve vendas. Aty bëjnë namin. Në Shqipëri ka gjithmonë histori siç po ju tregojmë brillante, por në Itali ka gjithmonë histori me shumë para. Të gjithu kemi vënë emrin skifter. Në fakt, një skifter vjedh por jo me dhunë. Grupe shqiptarë që grabisin me dhunë ka shumë në të gjithë BE-n. Ky është grupi I fundit më I dhunshëm I arrestuar. Ndodhi në 2022-shin. Siç e shihni, edhe nga pamjet janë teje të dhunshëm. Është një bandë e rrezikshme shqiptarë të cilët kryenin edhe rraje dhe plagosje. Ata u cilësuan nga karabinierët si të vendosur, të përpikt dhe shumë të kujdesshëm për të mbuluar gjurmët. 5 të arrestuarit kishin kryer 40 vjedhje në 4 muaj. Banda e 5 shtetësve shqiptar të specializuar në vjedhjet e banesave u ndalua nga karabinierët e Piove di Sacco në Padova. Një hetim nisi në fund të shtatorit pas vjedhjes së një BMW-je të fuqishme në një shtëpi në Polverara. Prej këtu, fal ndjekjeve, aksioneve dhe përgjimeve, karabinierët arritën të bashkojnë një enigmë të ndërlikuar dhe t'u japin një fytyrë antarëve të bandës me shumë kujdes për të mbuluar çdo gjurmë të mundshme të tyre. Të specializuar tipikisht në vjedhjen e makinave me motor të madh, të cilat më pas I përdornin për bastisjet e tyre të përditshme nga pasditja e vonë deri në agim, midis Padovës, Venecias, Trevizios, por edhe në Friuli dhe madje edhe në Toskan. Të 5 pastruan me kujdes çdo gjurmë duke I çuar automjetet në lavazhe si ky në zonën e Trevizos, ku ata fshin çdo gjurmë. Gjatë bastisjeve nuk është ndezur asnjë telefon për të komunikuar me njëri tjetrin të 5, të cilët hynin në shtëpi bosh, por edhe në mes të natës me pronarët brenda përdornin radio me 2 drejtime. Si u kapën? Pikërisht në këtë vjedhje, por edhe në një rraje shumë të dhunshme me shkop bejsbolli ndaj një bashkëdhetari që për një arsye ende të panjohur zotronte një lokal në Noventa Padovan. Kjo ndodh, shqiptarët vjedhin në të gjitha vendet e BE-s me dhunë sepse nuk mund të kopjojnë çelësa. Askush nuk ja u jep këtë bashkëpunim. Në Shqipëri mund ta kenë këtë mundësi. Shikon, nuk vjedhin vetëm shqiptarët, se mbase keq kuptohemi në të gjitha këto histori që treguam. Vjedhin dhe në Bashkimin Evropian. Biles numri 1 në botë janë rumunët e më pas marokenët. Ata gjatë gjithë kohës merren vetëm me këtë punë.
Mirë po, shqiptarëve i del gjithmonë nami, sepse kanë një histori nga prapa. Edhe kur e dëgjojnë që e ka bërë dikush tjetër atë vjedhje, e tregojnë sikur të janë ata personazhit kryesor. Punë shqiptarësh. Hajdutët që përdorin këtë teknik shpesh shfrytëzojnë dobësitë e sistemeve të sigurisë dhe sjelljen e njerëzve për të krijuar kopje të çelësave të klientëve pa u vënë re. Kjo ndodh kryesisht në lagje me nivel të ulët të mbikëqyrjes, ku ata mund të vëzhgojnë dhe të veprojnë pa frikë. Policia e kupton menjëherë kur vjedhësit kanë arritur të hyjnë në shtëpitë e viktimave pa asnjë shenjë të dhunës. Një nga metodat më të zakonshme është vëzhgimi i klientëve kur ata përdorin çelësat e tyre, duke krijuar një skenar të rrezikshëm për çdo pronar shtëpie. Nëpërmjet teknikave të tyre, këta hajdut arrin të krijojnë kopje të sakta të çelësave, duke bërë të vështirë për pronarët kuptojnë se janë bërë viktima derisa është tepër vonë. Kryesisht një gjë e tillë e vuan më shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në Europë absolutisht që Italia është vendi më i preferuar për hajdutët. Edhe pse autoritetet po punojnë për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe për të forcuar masat e sigurisë, ato kanë dështuar në një pjesë të madhe të vendeve europiane. Ndërsa sot me fushatat e informimit, ata inkurajohen të përdorin sisteme sigurie më të avancuara. Ngelemi në Itali, aty ku shqiptarët mësuan të vjedhin pikërisht me këtë praktik, kopjet e çelësave. Ka një ide sikur Napoli apo Gjenova janë vendet me vjedhjet më të shumta, por statistikat tregojnë ndryshe. Në 2024, Milano rezulton të jetë qyteti më i prekur nga vjedhjet, me një shkallë alarmante prej 10.969 denoncimesh për çdo 100.000 banor. Kjo tregon një situatë të rëndë të krimit pasurisë që ndikon jo vetëm në sigurinë e qytetarëve, por gjithashtu në besimin e tyre ndaj autoriteteve. Pas Milanos, Firences renditet në vendin e dytë me 3.196 denoncime, e ndjekur nga Bologna me 3.132. Gjithsej Italia ka çdo vit më shumë se 250.000 vjedhje. Këto qytete janë më të njohurat për fluksin e lartë të turistëve, gjë që i bën më të lehtë për kriminalët të veprojnë. Në Itali, shqiptarët janë kombësia e tretë më e madhe në burg, pas marokenëve dhe rumunëve. Gjithsej 2700 shqiptarë në burgjet italiane. Më shumë se 30% e tyre janë për vjedhje. Çfarë mësojnë në Itali e transportojnë drejt Shqipërisë? Shkojmë tani tek statistikat e atyre që vjedhin në Shqipëri. Sa është numri i tyre? Sa prej tyre tolerohen nga policia? E në ndonjë rast, ka edhe akuza që mund të ketë në një bashkëpunim. E gjithë historia e vjedhjeve në Shqipëri të paktën e ka një të mirë, brenda të keqes së saj të madhe. Në Shqipëri ka shumë pak vjedhje me dhunë, ndryshe nga ajo që shqiptarët paraqesin në vendet e Bashkimit Evropian. Në Shqipëri preferojnë të vjedhin pa armë dhe pa dhunë, por që gjithsesi ngelet në nivel jashtëzakonisht të lartë. Vepra penale kundër pasurisë zë afërsisht 20% të gjithë krimeve që ndodhin në vend. Pra 1 në 5 krime është vjedhje. Në Shqipëri ka më shumë se 6.000 vjedhje çdo vit, nga të cilat kapen vetëm 1/10 e tyre. Do flasim gjithsesi për 600 deri në 800 të arrestuar çdo vit, duke u bërë atyre një qasje më ndryshe për të kuptuar situatën. Gjithsesi, vjedhjet e pasurisë në Shqipëri po përbëjnë një shqetësim të madh për sigurinë publike. Sipas statistikave, profili i pandeurve tregon se 94.34 janë meshkuj, ndërsa 12.17 e tyre janë të mitur. Një përqindje e konsiderueshme, 62.2 kanë arsim deri në 9 vjeçar, duke treguar lidhjen mes arsimit dhe krimit. Pjesa më e madhe të pandeurve, rreth 88.6, janë pa punë, gjë që siguron se mungesa e mundësive të punës mund të jetë një faktor kontribues në këtë fenomen. Shumica e tyre 6.14 janë përsëritës në të njëjtën vepër penale, ndërsa 20.5 janë përsëritës për vepra penale të ndryshme, duke theksuar një cikël të përsëritur krimi. Gjeografia sociale e vjedhjeve tregon se numri më i lartë i procedimeve për vjedhjen e pasurisë është regjistruar në prokurorinë pranë gjykatës shkallës parë Tiranë me 44% të rasteve. Po ashtu koeficienti më i lartë për 100.000 banor është evidentuar në qarqet Tiranë dhe Durrës me 281 procedime, qarku Vlorë me 249 procedime dhe qarku Korçë me 153 procedime. Politika penale aplikueshme për këto vepra është gjithashtu shqetësuese.
Rreth 82.3 kërkesave të prokurorit për masa sigurimi lidhen direkt arrest me burg. Në fakt, kërkesat e prokurorisë pranohen gjithmonë nga gjykata. Për mas sigurimi, arrest me burg. Kur flasim për dënimet, rezulton se në 99% të rasteve kërkohet dënim me burg, ndërsa vetëm 1% e rasteve kërkohet dënim me gjop. Statistikat flasin për viktimat e këtyre vjedhjeve, përbëjnë një tjetër aspekt të rëndësishëm. Në vitin 2024, 97% e viktimave ishin të rritur, ndërsa 3.1% ishin të mitur. Viktimat e moshës madhore, 75% janë meshkuj, ndërsa 25% janë femra, duke treguar se gjithmonë e më shumë vidhen meshkujt. A është hajduti profesion? Se me të tallemi, se me të bëjmë humor, se gjithmonë kur i bëjnë dëm fqinjit, kushëririt apo dikuj tjetër, gjithmonë krijojmë mënyra për t'i treguar këto histori me një hilaritet të pashoq. E kur na ndodh ne, atëherë fillojmë të kërkojmë hakmarrje. Kush prej atyre që është vjedhur ndonjëherë nuk e ka pasur në mendje gjithmonë si ta gjymtoj, si ta ndjeki nga prapa personin që e vodhi. Njeriu i angazhuar në aktivitete kriminale për të vjedhur pronën e tjetrit, zakonisht nuk konsiderohet një profesion legjitim. Por me sa duket në Shqipëri nuk mund të shmanget. Kështu ishte në diktaturë dhe kështu vazhdon dhe sot. Por kjo pyetje përfshin aspekte të ndryshme sociale, ekonomike dhe morale. Në Shqipëri, ku statistikat tregojnë se 88.6% e hajdutëve janë pa punë, fenomeni hajdutërisë lidhet me varfërinë dhe mungesën e mundësive për punësim. Kjo e bën hajdutërinë të duket si një rrugë e mundshme për individët që ndihen të bllokuar nga rrethanat e tyre. Pra nuk flasim për sëmundje të kleptomanisë. Individ mund ta shohin hajdutërinë si një formë të mbijetesës. Ky veprim sjell pasoja të rënda si për ata që kryejnë krimin, ashtu edhe për viktimat e tyre. Vjedhjet shkaktojnë dëme financiare, por gjithashtu krijojnë një ndjenjë të pasigurisë dhe frikës në shoqëri. Nëse e shohim këtë fenomen nga një perspektivë më e gjerë, hajdutëria reflekton dështimet sociale dhe ekonomike që duhet të adresohen me urgjencë. Por pse nuk ka hajdut kanadez, australian, norvegjez apo luksemburgas? Sepse nuk janë në mbijetesë. Pak a shumë po përpiqemi të themi se hajduti nuk kontribon në zhvillimin e shoqërisë. Në një vend ku shoqëria ka ngesur dhe është dëmtuar rënd. Në një vend ku profesionet legjitime nuk japin asgjë. Në përfundim, ndonse se disa prej tyre mund ta shohin hajdutërinë si profesion të mundshëm, është e qartë se ky është një perceptim i gabuar dhe askush nuk ja del dot. E kur nuk ja del dot as burgu, më mirë të ruash veten. E di çdo të ta kesh profesion, të jesh si hajduti më i madh në botë i të gjitha kohërave. Bernard Madoff. Një nga vjedhjet më të mëdha të individëve në histori është skandali Bernard Madoff, i cili u bë publik vetëm në vitin 2008. Madoff, ish kryetari i Nasdaq, kreu një nga mashtrimet financiare më të mëdha ndonjëherë, duke zhvendosur dhe vjedhur mbi 65 miliard dollar nga mira e mira investitor përmes një skeme të quajtur Ponzi që zgjati për dekada. Ai ushte investitorët me premtimin e kthimeve të larta dhe stabile duke krijuar një iluzion të suksesshëm investimi. Për të mbajtur skemën në këmbë, Madoff përdorte paratë e rekrutëve të rinj për të paguar fitimet e atyre që kishin investuar më herët. Kjo krijoi një cikël të vazhdueshëm ku çdo të ardhurë të re mbështeste mashtrimin, derisa kriza financiare e 2008-s bëri që shumë investitorë të tërhiqnin paratë e tyre. Në momentin që skema u zbulua, individët humbën kursimet e tyre jetësore. Madoff u arrestua dhe u dënua me 150 vjet burg. Jeni mësuar të ndiqni kolazh muzikor. Kolazh grimcash humoristike e kështu me radhë. Kolazh hajdutësh nuk keni parë asnjëherë më përpara. Shohim vetëm vjedhësit e kapur në ditët e fundit në Shqipëri. 11 tetor 2024. Bashkëpunëtor për vjedhjen e 2 automjeteve kapet dhe vjet në pranga 35 vjeçari. Komisariati i Policisë Elbasan kap dhe ndaloi
35 vjeçarin i shpallur në kërkim 3 ditë më parë, në kuadër të operacionit policor të koduar Retro, i arrestuari në bashkëpunim, dyshohet se brenda një jave ka vjedhur 2 automjete, një në lagjen Shënkoll, një automjet tip Benz dhe një automjet tip BMW në datën 24 shtator në lagjen Brigada 17 sulmuese. Tetor. Pas një seri e kallëzimesh nga qytetarët e Lushnjës për vjedhje në banesa, komisariati arriti në arrestim. Operacioni i quajtur Stil çoi në arrestimin e 2 individëve, 2 të rinj banues në fshatin Fshier Shegan. Gjatë hetimeve u zbardhën 3 vjedhje të kryera prej tyre gjatë 2 muajve të fundit, me sende me vlerë dhe shuma parash u sekuestruan si prova. Materialet i kaluan prokurorisë për procedurat mëtejshme. Tetor 2024. 3 vjedhje të kryera gjatë 2 muajve të fundit. Identifikohet kapet dhe vjet në pranga një 20 vjeçar, që vodhi edhe celularin e babait të tij, edhe të një shtetasi tjetër, si edhe disa kablo elektrike. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Durrës, si rezultat i veprimeve hetimore gjatë 2 muajve të fundit për zbardhjen e disa vjedhjeve të kryera gjatë kësaj periudhe, kapën dhe vunë në pranga në bashkëpunim me shërbimet e forcës posaçme Shqiponja, shtetasi 20 vjeçar. Akuza mbi të është vjedhja. 2 tetor. Vodhi një shumë parash në një karburant, identifikohet dhe arrestohet menjëherë 33 vjeçari. Sekuestrohet shuma e parave. Komisariati i Policisë Lushnjë, pas marrjes së njoftimit të një karburanti se një shtetas kishte vjedhur një shumë parash dhe një pajisje DVR, menjëherë organizoi punën për identifikimin dhe kapjen e tij. Si rezultat i informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore dhe punës së shpejtë hetimore, bëhet i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi në flagrancë. 20 shtator. Finalizohet operacioni policor i koduar Falco. Vodhën sende me vlerë rreth 15.000 euro në një banesë, arrestohen 3 shtetas. Arrestohet gjithashtu një 34 vjeçar pronar i një argjendarie, i cili dyshohet se ka bler sendet e vjedhura nga 3 autorët e dyshuar. U sekuestruan sendet e vjedhura, automjeti me të cilën dyshohet se kanë lëvizur autorët, veshjet që kanë përdorur gjatë kryerjes së vjedhjeve, si edhe aparatët celular. Të 3 të rinj të moshave 25, 21 dhe 23 vjeç, banues në Fushë Krujë, akuzohen për veprën penale vjedhja e kryer në bashkëpunim. Nga do ta rrotullosh, të gjitha janë vjedhje për eksistencë, vjedhje të vogla që paguen me shumë muaj burg dënim. Shkojmë tani tek historia që në fakt për ditë me radhë zuri vendin e parë në mediat ndërkombëtare. E kryesisht ato të Bashkimit Evropian. E shqiptarët ishin qendra e kësaj vjedhje. Çdo kush mund të zgjedhë titullin që pëlqen vetëm me një search në Google dhe mund të gjesh pafund reklama për hajdutët shqiptar në Itali. Aratisja e dhimbshme e hajdutëve. Shqiptarët hidhen në një kaçube ferrash. Thesar i bandës së hajdutëve shqiptar të groposur në pyll. Kapet një bandë hajdutësh. Shqiptarët e specializuar për vjedhje banesash. Shpartallohet banda e hajdutëve akrobatik.
Por kjo mund tjetë edhe anasjeltas. Askush nuk e di nëse ka ndonjë bazë në Shqipëri, kur vinë për të vjedhur apo për të mashtruar shtetas të huaj, por që janë shtuar shumë, ky është një shqetësim edhe për policinë. Kryesisht rumun dhe bullgar. Por që ja kanë vënë syrin exchange-eve në Shqipëri. Pak nga pak në Shqipëri po vjen gjithmonë më shumë të rritet krimi i kryer nga shtetas të huaj brenda territorit të Shqipërisë. E gjithmonë më shumë po rritet numri i gjeorgjanëve të përfshirë. Policia lajmëroi se në 11 tetor të 2024-s finalizoi operacionin policor të koduar taksi. Zbardhet dhe dokumentohet me prova ligjore vjedhja e një shumë e parash në një taksi në rrugën Ibrahim Rugova në Tiranë. Grabitja u bë në zonën e ish bllokut. Disa shtetas vodhën me dhunë një shumë parash në një taksi dhe kanë mundur t'i shpëtojnë policisë. Në fakt kjo është një risi e re në Shqipëri, pasi nuk parandodhin grabitje nga shtetas të huaj. Policia tha se autorët të dyshuar të kësaj vjedhje janë shtetas nga 30 deri në 36 vjeç me shtetësi gjeorgjane, për cilët po punohet për kapjen dhe arrestimin e tyre. Policia ju bllokoi atyre edhe automjetin që dyshohet se është përdorur gjatë kryerjes së kësaj ngjarje. Por a do mund të vepronin ata dot vetëm pa patur një bazë në Shqipëri? Në fakt, roli i gjeorgjanëve në vjedhje dhe mashtrime dhe jo vetëm në kohët e fundit është rritur ndjeshëm në vend. Ai nuk është bërë shqetësues ende, por rritja duhet parashikojë një risk dhe një analizë për këtë fakt. Për këtë do të flasim në episode të ardhshme, se si krimi nuk mund të jetë vetëm eksport nga Shqipëria, por ka filluar të ketë edhe import. Kuptohet gjithmonë me një miratim shqiptarësh. Jo më kot, të moshmit në këtë vend kishin një shprehje kur të vjedhnin. I thuaj hajdutit pas dorën e mbar. Kishte një arsye. Sepse duhet ta harrosh vjedhjen. Në të kundërt do të bëhet një problem psikologjik. Akoma më i rënd se historitë financiare. E për të ruajtur nga hajduti, bën mirë që të sigurohesh për çelësat e apartamentit tënd, për çelësat e automjetit tënd. Çelës ka një kuptim shumë figurativ. Nuk i jepet askujt. Prandaj quhet i till. E që të mos vidhesh ndonjëherë në jetë është shumë pak e vështirë. Statistikat thonë se çdo kujt i bie një herë gjatë gjithë jetës së tij që të jetë i vjedhur. Jo për vjedhje shtetërore, se për të shqiptarët ndihen të vjedhur çdo ditë. Për tjetër lloj vjedhje folëm sot. Natën e mirë dhe paçifat.